Shqipëria ka luajtur në 67 me Gjermaninë. Janë ca gjëra që ne nuk duhet t'i frym as ne këtej e as ju andej. As më tepër nëpër studio duhet të ketë më shumë përgjegjësi të komentatorëve politika apo komentatorëve nëpër studio që mos të prodhojmë gjëra të paqena. Ju thash edhe një herë që në 91-shin qelizat e para televizjes për liri në Kosovë janë përgatitur në Shqipëri. Qartë, po, zonja Jupi, se do t'jap mundësi, zonja se Jupi të replikoj këtë. Për arsye se ma u referu të konë përshëndetje kryetarë, më vjen jashtëzakonisht mirë edhe ju uroj festën. Nuk i fryja asaj se kush e donë ma shumë flamurin e kush e donë ma shumë Shqipërinë. Ku e diti se është festuar më mirë atje se këtu? Une ja u ndëgjam, une të ndëgjova pat në prej. Ndëgjam, ti durim më ndëgju 2 minuta. Edhe në Shkup, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë. Unë e veç thash që në Kosovë festohet shumë. Ti ke qenë në punë dhe ke pas e ke festuar më shumë. Po, hajde. Na, dëgjam, unë e vetëm thash që e festojmë, edhe ju duni me qenë shumë të gëzumë që na Kosovartë jemi qaqë dhanur mas Shqipnije, kemi qaqë repe. Ndëgjam, e për me luftu, e kush e ka organizu, faliminderit që na keni nimu, e na keni prit, e na keni respektu. Po që lizat e para kanë lindë në Kosovën tonë, prej djemve tonë, e luftarve tonë matë mëdhej, që ju i keni përkra. E tash ndëgjam, unë e për me festu, e për me respektu, e respektoj këto. Kjo është i imi. Tu dhem zemra me 17 shkollë. Ndëgjam se s'po ndëgjam, edhe në po t'jo me foltash. Për me festu e festoj këtimi në 17 shkollë. Ju, së na respektoni, na një 10 herë ma tepër. Edhe investojnë, edhe nga çështja ekonomike, shqiptarët e Kosovës janë shumë atë hapun, edhe Kosova, edhe për investime për gjitha. Shqiptarët e Kosovës e kanë shumë afti. Se qashtor, për arsye se s'po vjen me folje, po më duhet pak me bërtit, po nejse. Kujti shërbeni me këtë frymë? Na nuk i shërbeni. Zotni, na i shërbejmë Kosovës. Unë i tregova, ne i shërbejmë Kosovës. E respektojmë Shqipërinë, e dojmë shumë se e kemë zemër. Isha në Gjermani, nga një festim në 200 veta, ku ishin 195 kosovarë që e bëjshin festimin, vetëm 5 shtetasi patëm prej Shqipënisë. Për fat keq, unë po të regoj ma tepër. Rasit e izdeluar a zonja Jupi, nuk është ashtë i përshëndruar sa shqiptarëve Shqipërisë më zojnë, po ti nuk e ke idene. Po, zotri, unë jam rritë në Gjermani, ja kam unë idejnë që shjetohet në Gjermani, ja më shumë të kërkosh. përshëndruar në Itali dhe në Greqi zojnë. Po, se po mundosh mi relativizu, ne kuptoj, ne jemi një, e dojmë një një tjetëri, po do të me bojnë në mënyrë të njëjtë. Se komuniteti shqiptarëve Shqipërisë në Gjermani nuk është ashtë i përshëndruar dhe prezent sa i shqiptarëve të Kosovës në Gjermani. E vërtet është, edhe kjo është e vërtet, ku e keni mirë. E atëherë si i bënd të dalime ti? Vetëm shojeni një herë edhe shqyqojni se si është në mbush sheshi, edhe e sheni se sa, a festohet njëjtë 17 shkurti në Tiranë, apo në Lezhë sikur ne që e festojmë? Zotri? A festoni flamurin tonë dhe 17 shkurti? Kemi festu, kemi bot 3 ditë fest. Po shpresoj, edhe kam shumë dëshirë, edhe kam orë bashkë me e panë që sa shështë. Zojnë, ti nuk mund të fantazosh, e ti nuk di se si kam festu unë dhe thu ti se ke festu si unë. Jo, nuk thash ju personalisht, nuk e festoni në Suaza që e festojmë ne. A rrjetet sociale dhe ndishe Lezhën dhe Shive, ka pas 3 ditë aktivitete Lezhë për festën e pavarësisë së Kosovës. Zotni, po m'vjen shumë keq se si kryetar duhet me ljumë pak rënë me folj edhe me nuk është se do ta vendosim ne këtu sonte betejën vesh. Kam përshtypjen që polarizimi po na ndjek edhe nëpër studio kryetar. Është e pafalshme ose të thuhet tjetra që bizneset e Kosovës nuk lejohet ty në Shqipëri, po kush ja ka thënë këtë? Kam përshtypjen që në këto 5 vite të fundit është një bumb sa i përket investimeve ka Kosova, apo? Ka një rritje drastike, apo? Unë ju kisha thonë që me i marrë statistikat edhe me i po. Është fakti gjohë. Apo si pysni, po zonjë, ti shkon në punë dhe thu festoj më shumë. Ti thu Gjermani ka ma shumë në i fest qytetarë Kosovës ma shumë. Edhe nuk është fest shtetnore, pse bojnë na me vendime, shka dhe kompani që të cilat nuk e bojnë fest. Nuk ka fest shtetërore, mos jep opinione nga puna, se ti nuk di se si ja festu.
Po, o zotni, ti s'mun është